Ku ka podcast më të bukur në botë, tamam për mu, që të flas me Enion për filma. Vdes unë e fol për filma. Sidomos këtu me ty, hera parë që jam në një vend që mund të flas për filma. Shiko, është një gjë interesante. Ti të bësh një shpjegim papam ose ma thesh parë, gjë që se kam gjuhë media. Atë që u kam pan media është një fluks i madh zhurme, reklame, dhe për të shit ato biletat për të shku për ta parë njerëzit dha. Kishte u rekord që natë e parë. Është bë publicitetin më. Jo, ka thyer rekordin e vitit që ditën e parë. Po. Që sikur na bëshin neve çik support tha për punët tona që i bën këtu në Shqipëri për filmat ton, do kishim qenë në rume të respektuar, po me sa duket, veç po erdhi filmi nga Amerika bëhet zhurmë dha. Po e doli nga këtu, nuk s'do t'ja di njëri fare me sa e shoh. Unë besoj që edhe ti do ta kesh bekimin e Zotit, edhe për serinë e dytë dhe për të parën që do fillosh premtierët, për shkak se të ka pa dhe ty Zoti, e ke bërë filmin kohën e dur, ka një interes të jashtëzakonshëm për shqiptarët dhe Shqipërinë, në gjithë botë. Një interes të jashtëzakonshëm. Vinë emigrantët dhe na thonë fjalë për fjalë. Nuk e imagjinoni dot se çfarë gëzimi na keni dhënë aty ku jemi, se na pyesin gjithë kohës vendasit, pra francezët, gjermanët, anglezët e të tjerë, na pyesin me gjithë kënaqësi dhe gjithë simpati. Se kena pa kur veten këto pozita, se gjithë jetës na kujtoshin në 87, na kujtoshin pisliqe, droga, kokaina, skafet, ke parasysh vetëm pisliqe. Na flasin me kaq dashuri dhe me kaq energji pozitive që se kena provu kur në 36 vjet që jemi në emigracion, na thënë emigrantët vëlla. Na thënë Angli, na thënë Francë, na thënë Itali, Spanjë, Gjermani, kudo, në Austri, Zvicër, gjithandej. Dhe filmi jot do gëzoj këtë energji pozitive për të rritur audiencën kur të shkosh në Itali dhe në vende të tjera. Sepse ka interes për Shqipërinë, madje edhe kur të aplikosh për ta çu, kur të bësh dhe serinë e dytë, ndyshin më saktë, ti ke të ndarë dhe me 3 seri atë plus 3, që është tamam për ministeri për Netflixin. Do të garantoj që do të ketë ku dhe kjo historia e këtyre muajve, këtyre 2 muajve, që akoma s'janë bërë 2 muaj, që ata të kenë interes. Domethënë, edhe ty s'ka beku Zoti vëlla me filmin të atë kohën e dur. Po, ty ke plotësisht drejt, Po ka herë më në them duhet me sjell nga Amerika burr anglisht filmin në Shqipëri me rang kështu, me kap këtë veshin mbrapsh që të bëjnë zhurmë këta ashtu siç duhet me bëbur. Do t'rregoj kuriozitet. Se zhurmë pa lek kjo, në fakt. Do t'rregoj kuriozitet. Zhurmë pa lek. Të bëjmë zhurmë për këtë filmin që erdhi nga Ndesi, çdo film tjetër, është zhurmë pa lek. Po gjithë botë. Që të kërkojnë të bëj zhurmë për filmin tim, duhet me paguajt. Ja, një sekond. Liria varet totalisht nga aftësia jote për të mbijetuar ti me veten tënde. Që do të thotë, po të paguan, nuk je më vetja jote. Janë të tjerët. Ti je vetëm në shërbim tyre. Dhe nuk ka asnjë drek falas përveç djathit të millt në çarkun e millt. Nuk kupton logjikën. Koncepti është që ti je njeri i lirë, ti po bën produktin tat. Harroje ti që do të paguajnë për këtë gjë. Ti do ta çash vetë, derisa të vi dita, si Tarantino, në vitin kur bëri filmin Pulp Fiction, më falë i lejene, kur bëri atë film, ti e di që s'kishte buxhet fare. E bëri në një magazin që e mori me qira, madje ky Marsden se ka që ndroi jetë indjeri, erdhi me xhinse se s'kishte spona të zeza, se cili erdhi me rrobat e veta të shtëpisë. Dhe i vonë edhe makinën, qofse më me. Ishte një produkt krejtësisht me lek xhepi. Dhe ai çau botën, apo po ai fitoi lirin me lekët e veta. Edhe ti valla fiton lirin tate me këtë gjë në mënyrë që kur të eci puna, do jesh ti, nuk din ata. Kurse Christopher Nolan është Christopher Nolan. Një nga rizot më ndaj botë, apo? E drejt. Dhe Christopher Nolan, që kesh kuptuar shumë vazhdimisht, ka qenë gjithmonë baza e interesit tim. Kam pas gjithmonë interes për të. Dhe kam ndjekur me shumë vëmendje dhe jam një nga fansat e tij. Më pëlqen shumë filmi Dunkirk, pasi aty kam kuptuar gjeopolitikën e vjetër dhe të re të Europës, që është s'ka ndryshuar asnjëherë. Kur doli Brexit Anglia, doli dhe filmi Dunkirk, i ke anglezëve nga Franca, për gjermanëve. Dhe Anglia për gjermanëve. Dhe Christopher Nolan bën ca filma që vërtet janë vlerë shtuar. Dhe ky film është keq kuptuar shumë. Madje ishte prapë një thashë them që Akilin e luante një transgjenar.
në fakt ishte vërtet fare. Personazhi nuk ishte Akili. Ishte një grek transgjinor që mashtronte trojanët dhe ishte me personalitet shumë fisht. Asaj shkonte transgjinori, më perfekt. Ishte një mashtrues me personalitet shumë fisht të çoroditur. Në aty që transgjinor mund ta luante atë grekun për katës që mu mashtronte trojanët. Ishte një lloj kalitroje, ai që futi kalitrojës në Trojë. Një transgjinor, një kolonë 5. Njerëzit e kishin kuptuar dhe thanë është Akili, nuk ishte Akili. Është një personazh tjetër në Iliad. Po nuk është as Iliad, është ke Virgjili, i shtuar si personazh në Iliad nga Christopher Nolan. Dhe është pjesë e historisë së Trojës. Kurse filmi vetë është një kryevepër, pavarësisht se ka një debat madh pse kanë bërë në Trojës afrikane. Nxez. Po. Unë mendoj që Christopher Nolan hyn ke personazhe që më kujton në një pikë atë Spielberg. Spielberg ka bërë filmin për Holokaustin, Schindler's List, apo? Ai film do kuptohet shumë vite më vonë. Shumë vite më vonë do kuptohet. Do kuptohet kohë të tjera, kur të ketë më shumë liri shprehje. Sa ai film është perfekt. Edhe është një film jashtëzakonshëm që unë e kam shijuar ditën e parë dhe vazhdoj ta shoh sepse njerëzit se kuptojnë atë film. Ai burr e di që mas 100 vjetësh filmat e tij do shihen prapë. Dhe është kujdesur që të shihen edhe mas 100 vjetësh. Dhe në atë film ka ca gjëra që njerëzit se kuptojnë. Ka bërë legjende. Kur ti shohin dhe kuptojnë atë film. Po se kuptojnë njerëzit shikojnë vetëm nga figura. Jo, s'kuptojnë ca gjëra thella brenda filmit, siç është historia e dusheve, që ta kuptojnë më vonë. Dhe Spielberg, që është, si thosh, njëri kompromisit bazë me çufot, ka bëj film që dhe vetë çufo, ka bëj film që të mos gjykohet për keq, për mashtrim, mas një 10, 20, 30 vjetësh. Po të mbijetoj. Edhe dhe Christopher Nolan ka bëj film që të mbijetoj dhe ka konkuruar me gjithë historinë e kinemas botërore për Odisen. Ka konkuruar me Stanley Kubrick, me Odisea 2000, ka konkuruar me ja harrova me këtë regjisor italian që bëri kryeveprën për mua më të bukur që është bërë ekranizimi i Homerit me Bekim Femion, që gjetja e atij filmi është e veçantë dhe ky ka ndjekur shumë linjën e atij filmi. Pra ky ka studiuar mirë rastin italian me Bekim Femion dhe këtë Irene Papas. Dhe duket qartë që ky ka bërë ca goditje të forta që ne shqiptarëve na ka bë dhuratë, punë e Zotit. Po nuk e kuptojnë njerëzit, se kanë hanë, ja ka vënjet afrikane të luaj Helenën e Trojës që është bjonde. Kush tha që është bjonde? Kush tha që Helena ishte bjonde? Po të hymi origjinës e Helenës, në thellësinë e saj, origjinën e saj, ajo vjen nga Mikeane. Ajo nuk është Helena. Ajo vjen nga ishujt e Mesdheut, nga historia e rrugës që ndodhi që civilizimi i Afrikës Veriore drejt Mesdheut dhe nga Mesdheut drejt Gadishut Ballkanik. Pra ajo vjen nga Afrika, teknikisht, pasi vetë helenizmi, antikiteti helen, vjen nga Afrika. Vjen nga Fenikasit, si kulturë, por vjen nga Afrika Veriore. E nisë rrugën në 2000 vjetë në kulturën Mikeane dhe kulturën që është nga Kreta në atë ishullin që i ra tërmeti atëre e harrova emrin se e ka që shkojnë me plazh njerëzit sot, që janë dy kultura, njëra pas tjetrës që shkojnë finalizohen në Athinë, në Spartë e kështu me radhë. Që do të thotë koncepti i grekëve si grek të lashtë është një rrenë e madhe, një shtret gjigande, pasi kultura helene e lashtë dhe ajo Mikeane etj, ajo që quhet Magna Grecia, që quhet që përhap gjithë Mesdheun, nuk ka si lidhje me një popull etnik që quhen grek. Ka të bëjë thjesht me një civilizim, me një kulturë të një elite që solli nga Afrika drejt Mesdheut, nga Mesdheu drejt Gadishut Ballkanik, dhe historia është ajo që është. Ky film ka bërë ca goditje të rënda që historianët helen apo grek të rinj që acarohen për historinë e grekëve të vjetër raport me Odisen dhe me acarimin e shumë shqiptarëve që s'po kuptojnë gjë,
ka të bëjë me faktin që ka lënë ca gjurmë të rënda fare. Dhe sot kisha qef shumë që ta bisedonim këtë temë për ata që na ndjekin, sepse ky film ka krijuar interes në Shqipëri shumë, por gjithë duhet të jenë shumë të lumtur për këtë film. Pavarësisht po e shajnë gjitha format. Ky film ka buza gjona shumë të rënda, që e ka paraqitur Odisen, Penelopën, Delën e Odises, e harrova emrin, i ka paraqitur Epirot, që flasin shqip. Epirot, natyrisht që flasin anglisht në film, po në thelb, muzika që ata kanë sfond është muzikë epirote, ose më saktë labe. Është labe e pastër. Domethënë, është muzikë labe e Epirit, ku dihet shumë mirë që s'ka asgjë greke në labëri, dhe tek muzika labe, daç polifonike, e daç me fyej, e daç me cule. Dhe ky film ka bërë ca goditje që unë ndoqja atje gjithë natën, dëgjova gjithë muzikën e filmit, të gjithë kolonat sonore, dhe gjëja që më bëri më shumë përshtypje nga të gjitha ishte që ai kishte vënë ca etiketa të sakta, ku pjesët shqiptare kishin të bëjnë me origjinën e Odises. Jo thjesht me Odisen si film, me Itak. Dhe po të shohësh Penelopa, Odisea dhe vetë vendi i origjinës ishin shoqëruar me muzikë të pastër shqiptare, jo të përpunuar. Të pastër. Kush do të dëgjojë sot në YouTube, mund të futet kolonën sonore dhe të shohë vendlindjen e Odises, Penelopë, janë titujt e këngëve, Odises vetë, janë fyet e labërisë që nuk i gjen kurkund tjetër në botë. Ka një tingull krejtësisht karakteristik, ja harrova emrin atit muzikantit shqiptar që kanë kontribuar për të bërë këtë muzikë. Është një burr i vjetër i cili me lekët e veta e mban historinë tonë gjallë, mira vjeçare, sepse është në luftë me shtetin, pasi ky shteti e urren çdo gjë të shkuar, pasi do të na zhduki dhe do të na zhduki rrënjët gjëja e parë. U knaqja di me urontaren që e kam nga fshati, jemi nga Nivica Kurveleshit dhe njohim mirë këto fyej, i cili bëri një përshkrim mrekullueshëm dhe kishte marrë pjesë në procesin e ftesës që ishte bërë këtij zotërisë të nderuar që për mendimin tim meriton nga dekoratat më të larta për historinë e tij, kontributin e tij derisa erdhi dita që Hollywoodi të vijë ai që të marrë muzikën tonë, dhe është një kontribut i jashtëzakonshëm personal me sakrificat e veta që ka të bëjë jashtëzakonisht shumë me ruajtjen e një trashëgimie mira vjeçare që po na e zhdukin. Dhe është e tmerrshme të mendosh që s'ka si çunë të ri, asnjë kontribut nga Akademia e Arteve, nga Shkolla e Muzikës për të ruajtur këto vlera që nuk janë muzeale, po janë të gjallë, sepse fyelli, culja, polifonia janë të gjitha në persekutim plot nga ky sistem armiqësor që jep 4 milion euro Kanye West, dhe këta duhet të paguajnë gjithë tjerët nga xhepi vet për të mbajtur gjallë historinë dhe kulturën tonë që është aq e vlefshme, aq e vyrë, po është krejtësisht interes kombëtar par excellence. Domethënë, është ka të bëjë siç është interesi për të pas ushtri, po aq është dhe interesi për të ruajtur trashëgimin, që këta po e zhdukin. Dhe ky film do hapi një debat kaq të madh brenda veja Shqipërisë. Lidhe me traditën tonë të lashtë, sepse jo më kot Christopher Nolan çoi kompozitorin të bënte një ekspedit në Labëri, ku u njoh me këmborët e baktive në aspektin folklorik. Ke pas dëgjuar me këmborët? Ke pa festival folklorik këtë gjë? Shkoj pa llojet e fyeve, dëgjoj me ngjet madhe live fyet shqiptar, çulet shqiptar, dëgjoj polifonin, lexoj shumë para se të vinte këtu, kuptohet, ky kompozitori, dhe pavarësisht se ç'po ndodh aktualisht
që na thonë jo po grekët, jo po muzika greke etj. Para 3 muaj që e ka dhënë një intervistë kompozitori që i referohet labëris, polifonisë ton labe, fyeve ton lab, dhe elementeve të thellë që ka bënë me këmborët, për të bërë muzikë me këmborët, të cilën e bëri në atë kohë dhe asnjë s'foli, kur ndërkohë sot ka filluar një lobim shumë i fuqishëm grek për të fshirë këtë gjurmë, dhe thithësh është gallat dhe qyfyre këto 2-3 muaj në botë për këtë temë. Qyfyre. Pse qyfyre? Sepse do përpiqen që ta zhvendosin argumentin që janë shqiptar, origjina. Ti bën grek. Po, është idiotësi se nuk e bëjnë dot. Do të thënë, do përpiqen të lejnë na, do fliqen, do diskreditohen dhe bota do rritë një interes të jashtëzakonshëm për historinë tonë. Për shkak se budallit e Greqisë do na bëjnë reklam të madhe, duke lënë nam, duke pretenduar që janë të tyret. Arsye pse unë jam i bindur që ata do lënë nam, do fliqen, do bëjnë një vetvrasje kulturale këtë rast, ka të bëjë me faktin se ne kemi një diasporë të mrekullueshme, kemi shqiptar patriot kudo, të cilët do jenë aty duke paraqitur fakte dhe prova që gjithë muzika e filmit Odisea, që do bëj bujë këto 3 muaj, është filmi verës, do tregojnë muzikën origjinale, që s'është e Odises, është e Labris. Pra do tregojnë, ja, kjo është kënga e Labris, kjo është kënga e filmit. Tash sa grekësh që gjeni vetë. Gjeni në Greqi këtë gjë, ja ku keni në Shqipëri, po disi kanë në Shqipëri. E kanë të regjistruar në vitet 60, 70, 80, në festival folklorik. Thënë, ka një arkiv të pasur me muzikën e filmit Odisea, që kushdo që gjë tingullin e fyllit shqiptar, thot, ore, po kjo është shqiptare. Pasi do hapet muhabeti, ore, këta që i bien këtyre veglave, qa veshin? Fustanella. Një sekond. Po sikur veshin grekët fustanella. E jo, veshin shqiptar. Dhe është qyfyre. Dhe është qyfyre. Dhe është gallat, sepse do dalin studime gjona, dhe do ketë një debat shumë interesant për shkak se filmi do prodhoj kuriozitet. Pse do prodhoj kuriozitet? Sepse Christopher Nolan ka bërë një lojë shumë inteligjente te ky film. Ka ndërtuar një muzikë nga e para antike, me material të asaj kohe, çdo thot, me instrumentat të asaj kohe. Dhe kjo ka sjellë një risi në kinema. Por më tepër që a kishte vend të përshtatshëm se sa Homeri, që ka bënë lashtësinë para qytetërimeve. Pra, nuk ka të bëjë me kohën e Greqisë lashtë, nuk ka të bëjë me kohën e Romës lashtë, as të Egjiptit lashtë. Ka të bëjë me një kohë eposi, një kohë bio, shumë të hershme, pavarësisht se mund duket e afërt në raport me ca histori tjera, por që në thelb është themeli i gjithë civilizimit europian. Është themeli i gjithë civilizimit perëndimor, që është ky antikitet i lashtë ku Odisea ishte folës i shqipes të hershëm. Në asaj kohë, plazgjike. Ishte folës, ndërkohë që i binte fyllit dikush tjetër në sfond, që është një të fyllit që sot. Ndërkohë që këndonin ca njerëz, si shkëndojnë dhe sot? Po ku? Vetëm Shqipëri. Pra, polifonia jonë ndryshe nga polifoniet e tjera, ka një material fantastik që Christopher Nolan ka gjetë një thesar dhe ka përdorur për të krijuar një figurë krejt të re të filmit. Pra i ka thyer të gjitha standardet e Odiseve të vjetra, duke ndërtuar diçka nga e para, por që vetëm janë ngjashmëri që ka. Ajo që ka bëu ai është vetëm Odisen e Bekim Femiot. Dhe ta shpjegoj pse. Kur regjizori pa Irene Papas dhe Bekim Femion duke folur pësh, afrohet dhe i dëgjon që flisin gjuhë çuditshme. Ore, tha, çfarë gjuhë flisin? Gjuhën e nënës, si thot Irene Papas. Tani pyetja është, Irene Papas flisë gjuhën e nënës. Bekim Femion po flisë edhe gjuhën e nënës. Po prit se Bekim Femion nënë kishte nga Dardania. Kurse Irene Papas e kishte nga Greqia, apo si kufi. Si kishte gjuhën e nënës ta dy? I biti që do të flisë Bekim Femion greqisht, apo? Apo flisë të dy shqip?
pyetja është ç'ne një pirote fliste një gjuhë që merresh veç me Dardan. S'është një gjuhë. Historia thellë është në kohën e Olimpias, mamas Aleksandrit, që e mori Filipi për t'i përkthyer kur bëri paqe me Dardanët. Dhe arsyeja pse u zgjodhën dhe i ren papas, edhe Bekim Femio, ka për ngel enigmë për gjithmonë. Por realisht, Bekim Femio dhe ren papas ishin të vetmit që mund ta luanin atë çift. Odise, Uliksin, Udhitheu, i udhës, ke pra ju që udhëton, me Penelopën. Penelopa përkthehet shqip dha. Odisea përkthehet shqip. Të dy këta ishin çifti themel i filmit dhe ishin të dy shqiptar. Dhe thot Christopher Nolan, që s'mund të marrë aktor shqiptar për bërë filmin, s'ka kuptim. S'kemi në aktor shqiptar për ta marrë, apo? Mësojnë në aktor ti që mund ta bënte filmin. S'ka. Mori me Damon, një super aktor që shet filma asaj del emri, apo jo? Dhe e vurin në një sfond total shqiptar. Sepse vetëm shqiptarët mund të ruajnë historinë e antikitetit lashtë. Që bie që s'është grek. Më burr, ai shumë e ka lodh kokën ky. I shfut aq thellë sa i punë. Punë përgatitore përpara se të fillosh filmin. Ka gërmu pa fund, i ka ndërlidhe, i ka... Disa literaturë kanë lexuar, u ta kaptron. Pa fund, e varet ku ka fillu me këtë projektin e. Që tasim ne që ka marru tash e ka nxjerr. Mund të ketë sa vite para. Dhe kur vjen puna tjetër e lodh kokën për neve këtu. Ne këtu përveç ty e unë që po bëjmë të analizën sot, që se kam gjuma si vend tjetër. Dhe thoshta gjosh tash. Deri tash unë budalliqëra. Tash deri tash kanë bo reklam të bukur që shikoti se filmi Hollywoodit ka përdor muzikë shqiptare, domethënë i gjë idiote komplet, domethënë nga të gjithë portalet. Domethënë me shumë mundësi grekët kanë filluar një fushat pa me sa të tjerë di, ato e fillojnë nga aja deri ke ata në fund fare lart. Janë të dështuar, besoj. Ju janë dështuar qyfyre. I gjë kanë të mirë ata vëlla. Ata për venin e vet, godazin nga i pari i fundit bëjnë maksimumin. Po këtë herë do thyn kokën. Dhe di pse më bëj do thyn kokën. Kjo di pse do thyn kokën. Sepse ata s'mund ta tolerojnë dot këtë gjë. Duke mos e toleruar dot këtë gjë. Ata do futen një budallëk duke munduar të japin argumenta të kundërt dhe kjo do sjellë një reaksion të diasporës tonë intelektuale që e kemi të shpërndarë gjithë botën dhe patriotike, e cila do të informojnë në debatin ndërkombëtar me fakte të thjeshta ku njerëzit do habiten në perëndim, sepse është e dokumentuar tashmë që gjithë baza muzikore e pjesës së Itakës, pjesës së Penelopës, pjesës së Odises, pra pjesa e vetë themelit të Odhiseut është e gjitha në sfond, në kolonë sonore totalisht shqiptar. Po mirë Altin, do ketë debat të madh. Po me cilët ta bëjnë debatin këta valla? Do ta shohësh nëpër media, nëpër portale, ka ndryshuar bota, nuk bëhet më televizor. Neva jashtu ti. Po jashtu e çaship, ore, këtu kam hallë të tjera. Do bëjnë debat. Një sekond, këtu kemi sherr. Për neve domethënë. S'ka dy ke sherri për Shqipërinë. Tash do merrem dhe me sherrin e filmit për Shqipërinë. Po merrem me pjesën ndërkombëtare. Në ti do habitesh në pjesën ndërkombëtare, se bota ka ndryshuar, nuk është më televizioni. Se si do fillojnë tash kurioziteti dhe kërkimi arkeologjik në lidhje me shkuarën tonë, sidomos në aspektin kultural, historik, bazuar ke folklori jonë aktual, që do krejt një debat interesant sepse grekët si budallë që janë, po e ngacmojnë dhe do ta ngacmojnë. Pra grekët janë karburanti jonë që ne ti mësojmë botës se kush jemi. Pse? Se Christopher Nolan e ka bë lojën e vet. Tash e do luajnë mbrojtje, jo sulm. Tash do maj mirë me grekët, se këta e dinë në lojët si bën, me çufot dhe me këta tjerë. Po e ka bër dëmin. Ai dëmin e ka bërë me plan për mas 20-30 vjetësh, kur të mos jenë më këto debat. Dhe ai film do mbahet mend edhe mas 30-40 vjetësh si filmi që tregon një të vërtetë ndryshe dhe muzika folklorike e lashtë
që ai ka përdori, ka dhënë një shije krejtësisht veçantë filmit, duke e bërë unik në gjithë filmat e tjerë. Dhe po them dhe gjë tjetër që është shumë interesante. Goditja me Lenën e Trojës, që këta e kanë marrë si çështje woke, multikulturalizmi, këto konceptet e reja moderne, shtet transgjinori etj. Këta nuk kanë kuptuar asgjë. Ai ka goditur në shenjë. Ai ka thonë kjo është afrikane. Pse? Se këta nuk janë ata vendasit. Këta janë të ardhur në Ballkan. E ka bërë me plan me zero dështim ata që para se ta nisi. Kurse transgjinori që ka futur në film është një kryevepër. Është kryevepër. Ka futur transgjinor një grek, pra grek, ku ka pas grek ata të Menelaut, ka futur një personazh i cili është mashtrues, i cili fut kalin e Trojës në Trojë. Fut kalin e Trojës në Trojë. Ky është ai që i mashtron. Pra, që Ulikse ka ndërtuar skenarin, ky është personazh që s'ka karakter, personalitet, dhe futet në lojë dhe i mashtron trojanët. Pyetja është çfarë ndodh mas Trojës? Mas Trojës do të butrindi. Fillojmë këtu. Mas Trojës fillon legjenda e Europës, Gjaku Blu. E cila është legjenda e famshme europiane se si Europa u krijua dhe Roma, edhe Anglia, edhe Franca, pra Gjaku mbretëror, Gjaku aristokratik, Gjaku Blu që quhet, vin nga origjina e Priamit që vjen të butrind pasardhësit e tij dhe nga butrindi themelën e Europë. Dhe kjo është pse Rothschildët e kanë marrë gjithë antikitetin tonë në themel butrind. Sepse po marrin kontroll origjinën legjendare të Gjakut Blu në Europë, që vjen nga Troja. Dhe ajo që është pjesa më interesante e gjithë histori është që ky film për shkak të suksesit që natën e parë, në mënyrën se si është konceptuar dhe perceptuar dhe pritur në gjithë botën, me kuriozitetin e madh që do të dëgjojmë për të parë një soundtrack, një kolon sonore krejt unike, të ndryshme nga filmat e tjerë, sepse ky është film komercial në thelb. Ky ka një muzikë që s'është fare komerciale. Ky ka një muzikë thellësisht filozofike, historike dhe mbi të gjitha origjinale në kohën e shkuar. Pra ky ka sjell në formë moderne diçka krejtësisht të dëgjuar për veshët e dikush. Pra diçka që është dëgjuar 3000 vjet më parë, ky ka sjell të freskët sot. Dhe gjithë botën. Po mos harrojmë çfarë ka sjell. Ka sjell një nga dy shtyllat e legjendës së themelimit të civilizimit evropian. Ku fillon nga Troja nëpërmjet Iliadës dhe Odises, të ta shquartur Homerit, që vjen në Greqinë e lashtë, dhe nga Greqia e lashtë vjen në Romën e lashtë, nga Roma e lashtë e kështu me radhë që vjen deri në ditët e sotme, që është civilizimi jonë evropian. Tani, kjo ishte pjesa e gëzimit tonë. Shkëm që ka hallet? Po këtë film? I sekund, pa dalë ke halli, Martin. Se ka njerë vjen me plas më burë. Përveç se sta unë tanë grekët gjithmonë, vjen me plas për i diçka. Kur grekët ka një halë, valla, e marrin aj seriozisht edhe mirë keq godasin edhe e qenë deri limit fundit. Po si më burë, kemi 7 barbona që vllai që se ka rrujt në herë për as i gjo, edhe se qa kokën fare, e jam më të lëvizi një kur, një diçka. Thjesht, nuk e rrujnë edhe bota bën qati teket pasaj, grekët bën qati teket, në kupton një hap derë. Se është edhe i diçka më burë. Ti edhe shumë mirë, shparë. Aktorët janë Amerikanë, sepse ne kemi aktorë shumë mirë për Shqipërinë, por nuk kemi aktorë ndërkombëtar, këtë me fjalës. Pse? Se këta shkretët që kemi miqë shok se kanë pas njëherë mundësin të bëjnë punë më të mëdhaja se aq sa e shofru, që të kenë eksperiencën më tepër. Ky shtet, si që thash parë, ordiner, që e ka lanë artin cop, po ti kishte hedhë sy kësaj gjoje, po ta kishte pa e qik gjithë to vite, po ti ishte investu i qik. Këta aktorë, dhe kishin pas zhurmën, do kishin qenë ma profesionistë, dhe pse tjetëri atje mos të marri një shqiptar për të bënë një film që i dedikohet Shqipërisë më. Të lutem, para 90-s ne kishim një shkollë sovjetike filmi. Dhe kishim një akademi artesh, instituti arteve, që bënte regji dhe aktrim,
si shkollë, po si institut, bazuar tek modeli sovjetik. Dhe ishte perfekt. Pra isa ishte sovjetik. Filmat kanë qenë spektakl. Jo dhe aktorët. Edhe të kurum. Fiks. Por, mos harrojmë Bekim Femiu, që ishte në Jugosllavi, jo në Shqipëri, në izoluar, ishte një talent i jashtëzakonshëm, i cili me ata film u bë njohur në gjithë Europën, po mos harrojmë kishte dy të filma të tjerë, por vinte nga një kulturë më e zhvilluar kinematografike, që ishte Jugoslavia asaj kohe, që ishte nivel shumë i lartë. Jugoslavia kishte një nga kinemat më të fuqishme në Europë. Pavarësisht mendojnë njerëzit sot. Dhe mund ta them me plot gojën që Bekimi e kishte bekimin. Këta tanët nuk kanë s'ta kenë. Pse? Para një plejade tërë dolën nga një shkollë sovjetike, e cila nuk është e përshtatshme për kineman perëndimor. E dyta, mas rënies të komunizmit, nuk ishin kujdesshëm pedagog në të një kulture tjetër. Më kupton logjik. Çka do thotë, nuk mund të prodhojshim neve aktor, sepse aktrimi nuk është thjesht talent, do dhe çik shkollë. Dhe nuk ishin ku e kishin. Jam plotësisht dakord me po këtu ju ndej çik shteti më bukur. Tani un kam pas gjithmonë besimin që ne kemi pasur regjisor, të cilët do ishin në nivel ndërkombëtar shumë të famshëm, po të Shqipëria mos ka qenë e izoluar. Dhe Ngeri Dhimitarakdosi për mua ka qenë një nga talentet më të mëdha në Europë. Po që nuk pati kur rast të realizohej në nivel evropian, ngeli në nivel shqiptar. Ai ishte një kvalitet i jashtëzakonshëm, genial. Ai do ishte një nga regjisorët e njohur italian, po të kishte arratisë italianesh. Të njohur italian. Pra do hynte ke një regjisor shqiptar në Itali nga ata të njohurit. Me atë kapacitet, po nuk kishte mos ishim të izoluar. Pavarësisht vinte nga shkolla sovjetike. Po sepse shkolla sovjetike e keq e mirë ka strukturë. Është e fuqishme. Dhe ai do çante në një kinema balkanike në Itali. Them Italinë sepse e di që Italia do ishte vendi i përshtatshëm që të bënte filma, sepse ka qenë lider në vitet 70-80 Italia, apo deri në fillim mes 80-s. Koncepti im është që nuk do të presim që filmi Odisea të kishte aktorë shqiptar. Kur flasim për kryesor. Çiko, jam plotësisht dakord ke. Unë e mora si shembull. Nuk e më të paguar sot botë. Ja, duhet faktor që duhet shesin pra, film. Pra, ky film për planetin. E kisha ke kjo, sepse, aktori më i thjesht italian, sot për shembull, nuk e takon dot vëlla. Ka lek, i ka të gjitha, nuk e kap dot, më i thjesht, nuk po flas ato që janë më me emër. Një aktor shqiptar, po të kishte pas mbështetje, mundësi, financë, do kishte bollë një shkollë, një kurs, një diçka, do kishte mundu mes për pa. 1 miliard% me ty. Po të kishte qenë mbështetje e çike shtetit. 1 miliard% me ty. Kurse këtu pjesa më e madhe mezi marrin pensionet më për shturpi më. Ne kemi 4 këngëtarë nga më të famshëm në planetin tokë që si ka kush në Ballkan. Ne kemi Dua Lipën, kemi atë Rita Orën, kemi këtë Beberexhën, kemi edhe këtë gocën e Sarandës, Ana Aksa, si e ka ajo, s'po më vjen emri. Koncepti Avax. Si e ka ajo? Aks, më duket. Diçka e tillë. Shërëndësika. Pra ne nuk vujmë për talent. I kemi famë botror, apo po janë kultivuar jashtë, kuptohet. Nuk janë kultivuar në Shqipëri. Tani, unë e kuptoj shumë mirë që ne do kishim qejf të ishte një aktor shqiptar, po ta them me sinqeritet. Do duhet të kish aktor më të mirë në botë ta bënte. Nuk është se me dem është më mirë në botë, po unë kem më të mirët, më saktë më të paguarit. Jo, nuk e kisha kjo ajo pjesë, e kisha në përgjithësi. Në përgjithësi, okay. Kisha në përgjithësi, kurse. Okej, të gjinafi matë. Të rishë. S'po them, t'ishin opcion, pse mos ishin opcion? Nodhi vud i ketë gjitha llojet e racave të aktorëve vëlla në për filma. Pse t'ishtë? Mund t'ishin opcion, pse jo? Nuk mund t'ishte primar, sekondar, terc më burr. Tash, Hollywood ne kontrollojnë çufën. Pa linë çufën nuk kalon dot. Duhet edhe fat edhe çufa. Duhen të dyja bashkë. Kuptoj dhe talent. Gjithsesi unë mendoj që nuk është temë për diskutim, të rëndësishëm. Për diskutim, mund të kemi aktor koment bona, nuk e kishe ke aktor. Rrim që hallë kisha ke shteti. Rrim ke shteti. Që ishte mbështetja 0, se po ishte pas pak mbështetje, do kishe pas mundësi këtu me bësh çdo gjë apo. Tash ky film ka nxjerrë pa një uvrim të zezë të madhe në Shqipëri, që ka të bëjë me termin isopolifoni. Siç e dim, isopolifonia shqiptare është pjesë e dosjes UNESCO-s dhe ka fituar mbrojtjen e UNESCO-s, apo. Po këtu ka një pislëk të madh,
brenda që ky është momenti për ta korrigjuar. Kur është bërë dosja, nuk është aplikuar për polifoninë folklorike shqiptare. Është aplikuar për një term të çuditshëm që quhet isopolifoni. Dhe që është isopolifonia? Isopolifonia është një term që shpjegon llojin e polifonisë, është iso. Iso është një term bizantin i cili ka të bëjë me zërin e vazhduar. Dhe kjo bën veçantë polifoninë shqiptare, pa dhe u zgjodh nga Christopher Nolan për filmin, se është e thellë, e lashtë, e fuqishme, antike. Po tregon dhe shumë fuqi, që i përket tamam eposit të Iliadës. Dhe këtu problemi qëndron që përse është përdorur fjala Iso dhe përse nuk është përdorur fjala Albania. Çështja. Dhe këtu çështja është për diskutim tani, këtu, pasi ka vite që bët këtë debat, po asnjëherë në media. Ti di që është bërë gjyq për këtë? Një grup intelektuale shqiptar, studiuesish, kanë hedhur në gjyq shtetin shqiptar për dosjen tonë UNESCO, për fjalën ISO. Sepse ISO shkruhet në dosjen e UNESCO-s, është origjin bizantine. Më fal, po polifonia ka dalë pas themelimit perandorisë Bizantit? Apo shmehershëm? Po t'ishte pas Bizantit, shkun kishte në Holand me këtë punë. Apo? Pytesh pse është bërë? Informacionin atje kush e ka çuar në UNESCO? Shteti shqiptar. Autor kryesor Vaso Tole. I cili thot jo, po se kam pas për këtë gjë. E ke pas se ke pas. Do të futë kod çove e regjistrove ti atë. E ke pas se ke pas. Ja po ta qym që se ke pas me dash. A ke bërë dëm? Ke bërë. Sa dush. Sa dush, sepse nuk konsiderohet shqiptar, konsiderohet e importuar nga Bizanti. A e ke marrë parasysh domin mbrapa se ke çar kokoniç? Fare, përkundërzi, ka thonë që këto janë akuza idiote. Po mirë, pse Tani- punë kineze e burr. Marrë të punë fare, shkoj kineza atje. Fiks. Fiks. Tani çështja është, Njerëz pa pikë përgjithësi. Vaso Tole do e marrë vesh këtë podcast sepse i ka shokët dhe miq ta ndjekin. Po mas Vaso Tole ka e ka fillu debati burr se deri tash s'ka Ore kanë gjua si gjova. Vaso Tole e ka në dorë sot. E ka në dorë. Që të korrigjoj ti. Po, e kam i liq, ke drejt. Në unë e s'ku më ndryshosh emrin. E sa ko ka kjo që qëndron kështu? Ka ca vite ka janë. Ka ca vite, nuk e di. U desh Odiseja, U desho vinë mend, ose më saktë të përdorim Odisen. që ti vinë mend ti, që ka gabim atje? Jo, të përdorim Odisen si karren, që e para punës vendosi para përgjithësisë shtetin tonë me Vaso Tole në mes, por në anë tjetër dhe çështja me interes ke UNESCO, se krijon çasti, krijon atë që s'ta krijon kur puna, çasti, fati. Pra në këtë moment është rasti që Vaso Tole të marrë iniciativën të korrigjoj emrin, jo ISO polifoni, po Albanian polifoni, Albanian folk polifoni. Pse? Se ky është çasti, ky është momenti dhe Vaso thotë që është keq kuptuar, ta korrigjojmë për të shmangur keq kuptimet e tjera. Sepse ligji ja njeh të drejtë dhe shtetit dhe UNESCO-s. Pra UNESCO e njeh procedurën e ndrimit një emri për korrigjim të një gjëje. Tash nëse ky i shton atë Albania mbrapa, I heq ISO. nëse ja shton. I heq ISO. Më dëgjoj më vëmendje, ISO është term bizantin. Më kuptove logjik. Pra duhet hequr ISO dhe duhet shtuar fjala Albania. Dakor. Nëse ky ja shton, ajo vulos punë shqiptaresh. Nëse nuk ja heq atë çano, jep mundësi grek. I jep mundësi, I jep mundësi sepse në dokument shkruhet tekstualisht dhe keq kuptohet. Domethënë mund të tillë përpjet dhe grek atë në shehimja. Po, Bizanti. Po mirë, atu se lën grekët atë. Dhe të shkoj bëj ndryshimin atje. Kush po më fal për shpjegim, kush po do me ditë, kush po e llogaritur. Po thu ti. Ta them unë, ja ta Po ai që e ka në dorë për shembull. Ja ta them unë, se ka ca gjëra që duhet t'i kuptosh se si funksionon mekanizmi që unë jam marrë me këto punë dikur, me punë të kulturës botërore shqiptare atje. Funksionon kështu. Grekët do i bëjnë oponentës. Unë uroj ta bëjnë sepse ta bëjnë zhurmë budallësh. Ata janë të shëndetshëm për ne, sepse sa më shumë të hajnë ata,
ashtu shumë bie së gjëja, ka ndryshë loj. E dyta, në qoftë se shteti shqiptar aplikon duke kërkuar që fjala ISO të hiqet nga kjo gjë, për shkak se vendosën UNESCO-s tekstualisht thuhet ISO është me origjinë bizantine, këtu bëhet diskutimi shumë i thjeshtë, po të heqim ISO-n, zhdukem keq kuptimin. Pasi vetë formulimi që ka thënë UNESCO ka qenë e gabuar, për shkak të pislliqeve që ne kemi pas gjithmonë. Ti di se kush e ka drejtuar procesin të UNESCO. Një çufë. Goca Ismail Kadares. Goca Ismail Kadares çufë është nga Sokaku të Marrëves. Me origjinë çufë është. Edhe është gjithë lagja me origjinë çufë. Dhe kjo, edhe Enver Hoxha, edhe Ardi Xhebra dhe Lagjan, Sokaku të Marrëves. Edhe Viko Kalari. Koncepti është që kjo ka qenë profesor e Shqipërisë, që shmarrë me të punë. Goca Kadares. Dhe në këndvështrimin tim, të shish qasti, të shish momenti, që ta përdojmë të podcast për bërë thjerje, me një proces shumë normal, hajtë të dojmë korrigjim. Kush refuzon bëj korrigjimin, do kuptohet se për kë punon, kush e paguan. Pra, jo ku e merr rrogën këtu në Shqipëri, po ku e merr në bank rrogën në Greqi. Ideale që kemi neve vllai. E për shfitore madhe për ne ky film po les, se s'kuptojnë njerëzit, fitore madhe shumë. Në aspekt kultural, se disa janë kështu tipash. Ta shitha do ngopin barkun me muzikë polifonike në filmin amerikan, se ka dhe kështu ropë që se kuptojnë dot që kultura është një nga instrumentet më të fuqishëm në luftën për mbijetesë. Ndonjëherë është përcaktues. Dhe për shqiptarët, historia e filmit Odisea e Christopher Nolan është një pikës e bukur për të nisur edhe debatin historik të origjinave. Odisea që ishte? Kjo dhe pyetja finale. Pse Christopher Nolan zgjodhi muzikë labe për origjinën e Odiseas në film? Pra një tak, ke Penelopa, ke i vetë, ke shtëpia vetë. Çfarë lidhje ka polifonia labe dhe jo në muzikë greke, antike, po themi, apo në të shpikim në e gjokë kështu, pikërisht aktuale që ne e kemi këtu. Sepse Christopher Nolan ka punu për 30 vjet pas, 50 vjet pas, ja film kredet me vlera. Që konsiderohet që ky i tha gjërat siç ishin. Jo për punë shqiptar që kërjesës, po pjerë njëri më falë për shprehen në Amerikë për këto muhabete. Po ai ka rujt integritetin e vetë artistik. Ka lënë gjurmë dhe ai do vdesi ditë, po ai thot, kom lënë gjurmë që do mbetet gjithmonë. Ka bën gjithat punë burri botës më e, kur e menon gjithat punë. Ne për i fjalë, i që i fjalë, vej i fjalë. Gjithë të vite shkencë. Ka rrut vesh dy figura, këllë vetëm unë e kam. Pa e se është problem, historia është... Se bëja dhe unë të gabim kur bëja podcastet vetë. Po, e ke drejt, po. Kur përqendrohesh, edhe futesh ke problemi për zotin është karriera se tash, i dhe tjetëri nga Amerika, vaj, lo, kokën dhe në atë pikë, nuk le gjo mangut në detaje. Ta vej basu publik, ju se e dy koriku. Ta vej basu publik që e Fyllion, që është ke filmi, do tjetë një burim i pashterëshëm, materiali muzikor ndërkombëtar, për muziktarët. Do të marrin si referencë njerëzit. Do ta përdorin se është tingull shumë i bukur. Kemi tingull ne, valla. Që i përdor bota tingull, vetëm se neve thjesht nuk është se ngjojmë çdo këngë që del, se dali me qindra. Po janë përdor gjitha burr. Unë di gjermanët mundohen të përdorin tallavan, populloren, trilat. Unë kam përdor prej 4 muaj. Çiftelinie, nuk i ndahen çiftelis. Unë kam 4 muaj që përdor klarinetën e Epirit, Veriut, kush na dëgjon, dhe Epirit Jugut, kush na dëgjon, që është shqiptar, përfshin Çamërin, që është Toskëria me fjalë, Arvanitasit, Suliotet e gjithë. Unë kam përdor klarinetën për të bërë muzikë, për qeftim. Tash ti kupton që unë gjithë muaj ngushtë do merrem me fyllin. Jo, atë e disha, prita ta thoshe në veti. O dhe trajnoj inteligencë artificiale ta mësoj fyllin shqiptar, o s'ka. Jo dhe ta fuzë unë ke filmi e një. Ti di që unë kam fut për herë të parë në inteligencë artificiale në Suno, tingullin e klarinetës shqiptare. Kam trajnuar 2 muaj rresht, dhe se ja kam mësuar, i rashu me kramarrje, se s'kishte ajo klarinet shqiptare, të fusi klarinet greke, klarinet turke, klarinet arabe, klarinet serbe, të fusi lloj klarinetësh,
Kam punu 2 muaj derisa mësova çfarë është realiteti shqiptar. Dhe i rash ana shana, se nisa nga Greqia, shkova në Epir, nga Epiri shkova në Çamëri, nga Çamëria shkova ke muzika e muslimanëve, pikërisht për të gjetur, sepse ti kupton, muslimanët shqiptar të gjithë, për të arritur, për të trajnuar sunën, se çfarë është klarinet shqiptare. Dhe tash kur nxjerr klarinet aty është tamam shqiptare, sikur me Bolaver Bariu, si tingull, sepse është shqiptare ajo që kam përdorur. Kurse kjo puna e fyllit ton, kjo do gjej shumë shpejt hapësirë, do përdoret muzikë nëpër filma, sepse ka tingull që tash po eksplorojnë, tash po mësojnë, shumë unik. E ka primitiv, e ka të ashpër, po e ka edhe epik. Është fantastik. Ja dhe shikosh vetë filmin dhe kuptosh. Jam, shiko, ma shumë kurioz jam me ditë që do fillojnë të flasin e të komentojnë këta opinionistët në për emision. Shpëtatanës. Po, këta tanë ata burë, se këtu ka galata burë. Këta bëjnë show për bë klikime, dhe jam shumë kurioz. Si ta temeni, bëjnë debat kota burë. U kënaqa këto ditë që debat sesor bënte bashkëtarë im aurontar. Që vim nga gjitha zona e këti fyllit. Në ndaj fik zjarë. Zjarë sa të dush. Zjarë sa të dush. Se unë jam dhe pa gjumë dhe kam e vërë për cigare. Ke bo mi, kam qysh parë për lodhë kogën e shopë këtë cigare. Për të veshat kongën time, duhet kuptovi që kam e pa gjumë. Po, me gjimen. Dhe që jam për 24 orë, që të pa gjumë. Janë i tuf element aty, ke qatë materialin. Po është puna, që ta kupte njerëzit, po se kupte njerëzit, po dhe shohim kështu vizualisht, gjënë më burë. Shiko të regojtë fort, nga shumë komente interesante aty në YouTube ke film, ishte një interesant, tonë dhe. Nuk shoh pun ta filma që bërë kështu me 2 leksha, da unë shoh filma Hollywood, e ta, kuptoti? E ta shumë më burë. Unë më dëmë të mos shoh film Hollywood, që shoh shumë film. O, zoti malë, është funi botës, Bëjnë ca krahasime njerëzit. Tiste pra të punë këshim pas bërë Odisem se bërë një Hollywoodi, pa? Unë jam i sigurt që do shem gjatë verës së film. Problemi është që do shohim me material të vjedhur. S'kemi ku e shohim kineman, nuk besoj të kemë bënë kontrata me pa, po do ishte super sukses dhe kinemat shqiptare, po ç'faq. Se ti vetëm ke njonash, po ku kemi ne këtu më burë? Kemi këtë që është në Tiranë, se s'pëja të ememrat. Do shkoja me shumë qefta të shioja në kinema. Ta ti që i shokut që folëm kemi si. Më vjen të shkoj një Itali ta shoh, sinqerisht. Po shu i bjen, po e mëse që hypi tragetit, gjetë kollajnë për që hypi tragetit, shkojnë në Bari apo në Tranto, të shoh filmin dhe të kthehet. Gjetë kollajnë për sajtë e burë, do ta gjeu ta shihë. Jo, po do me shihë mërë, po. Mirë, dakord. Po nuk shihë, ata i pat super cilësi. Aty ke drejt. O 4K o s'ka. Ai soundi do foni kinemaja, tash po të shkem aty ku duhet, neve jemi në rregull. Jemi plotësisht në rregull. Ej, qa të them vllai, puna e filmit, punë filmi vlla. Alla shqiptarë që është muhabeti, po jam kurioz si të zhvillohet, se këtu të neve merë bukur, jerë bëhet reklam, pasaj, kur s'kan ku shkojnë do fillojnë ta bëjnë debat. E çelëm ne debatin, e sqarove në mënyrë të papame. Po qofëm se sa do ta sqarojnë këta tjerat edhe deri ku do shkojnë, kupton? Se sa do arrim ta marrim ne fort. Unë jam i sigurt që kemi çuna, burra, zonja, vajza, të cilët kanë një kualitet shumë të lartë aftësie për të kuptuar një film, për kuptuar historinë tonë dhe kam për të bërë një komunikim ndërkombëtar fantastik. Kam një kështu besim të fshet, brendshëm që nuk e di nga buron, që burrat dhe gratë e Shqipërisë, çunat dhe gozat e Shqipërisë, me nivel të lartë intelektual, kam për të bërë fushat me këtë historinë e filmit në anglisht, gjermanisht, suedisht, norvegjisht, spanjisht, italisht, papame. Inshallah. Dhe shoh, unë e kam bindje këtë gjë. Inshallah, qa të temeni. Shiko, dhe jetë temë bisede prapë, dhe bëjmë prapë javës që vjeneve. Po, do këne që bëjmë kalat. Po, do i bim kokës në kësaj të vasotolës edhe të qeverisë për iso polifonin. Do të shikojmë këtë javë si do komentohet edhe bëjmë kalat javës që vjen. Se ta garantojmë që kaj sa ke thonë ti këtu. Në qofse ata do t'i thonë gjithë bashkë këtë javë, unë i vej qencën e emisionit, vlla.
Ti s'ka për t'i thonë, bindshëm.